Për shëndetje me të dashur, shkojnë me vitën e radhës për Amerikën, opozitën dhe Albin Kingun. Kështu që të shohim videon, të diskutojmë bashku. Kush ka mundësi me ma bo subscribe në YouTube, ja di për faleminderit. Shkojnë me videon e të diskutojmë që. Ndërkohë në ligjin e miratuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për mbrojtjen kombëtare, i cili autorizon mbi 901 miliard dollar për programet e mbrojtjes, në të cilin përfshihet edhe Ballkani Perëndimor, përfshihet edhe Kosovën. Kjo reflekton peshën dhe rëndësinë. Edhe Kosovën e pas ka përfshija? Opozit? Ku jeni mëre? Po ja thashë na prishim me Amerikën. Na plishim me Amerikën. Kështë na pas ka prish na pas ka e dis. Bravo qoftë King. Ja pse e thëm kënë. Opozit nuk bon me konë gjithmonë të nështrum. Ani pse na ka një mu? Për që ka një mu? Shumë falmirë Zotë ja rrit njerën. A i nalë të ka bo sebep edhe Amerika orë ka një mu. Por mos harroni, se dhe ta i ka një interes të veta. Nuk orë me në një mu bashkë, qashtu, se po dorë edhe pikë. Ja, i ka dhe interes të veta. Sa kena përfitu na, kanë përfitu dhe këta. Edhe përfitojnë, edhe s'ka problem, është kënë regull, amo nuk bon me najtë të njëtën për kullë. Amerika, jo, Amerika nuk e do kështu. Jo Amerika, po asë një popull nuk e do kështu. Nuk shkon gjithmonë, sigur të minë. Jo burë, bono burra, sigur Albin Kingu. Jo dhe pikë, është në dëmë të popullit tem. Qëka është në dëmë të popullit tem, unë nuk e pranoj. Kështu ka qef Amerika. Të respekton ma shumë, donë ma shumë, të ndihmon ma shumë. Sepse je vetvetja. Njeri kur është vetvetja, gjdo kush donë ma shumë. A nëse ka njerë spajtohen, është normal. Babe djallë spajtohen ka njerë. Qike në onë spajtohen ka njerë. Ku a probleme? Kaluse. A mu dashnia jetë. Sepse din që je i vërtet. Nuk je tradhtar. Nuk e shet venin ton. Nëse ti e shet venin ton, ti që është tradhtar, Amerika nuk e do një tradhtar. Nëse ti shon për në teritor ton, qëka do të mendoj Amerika? A je din që nesër me bo diçka ti Amerikën e shet krejt, ti ke shit venin ton. E s'peshet Amerikën. Amerika sot mundet me alon komplet Amerikën në dorë Albin Kurti, a je din që Albin Kurti nuk e shet. Se nuk është tradhtar, po është besnik ndaj popullit. Kur është njeri besnik ndaj popullit vet, është besnik edhe ndaj popullit tjetër. Amo një njeri që s'është besnik për popullin e vet, si ka mundësi me konë besnik për një popull tjetër i lutem? A di kush për të tregu mu këta? Unë nuk e besoj. Për veti se besoj. Ndoshta ka, por ndoshta kam gabim, po unë për veti nuk e besoj. Sepse s'kom dëgju asnjëherë që ka një popull që nuk është besnik me popull të vetë, mund me konë besnik me një popull tjetër. Shkojna me tutje. Që Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi Amerikan i kushtojnë sigurisë së Kosovës dhe stabilitetit të Ballkanit Perëndimor, shkruan në një reagim aktivisti shqiptaro-amerikan Hari Bayraktari. Mesazhi është i qartë: paqja, stabiliteti dhe ardhmja demokratike e Kosovës janë interes strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ligji për autorizimin e mbrojtjes kombëtare mbështet zgjerimin e NATO-s në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë dhe perspektivën e antarësimit të Kosovës në Aleancën Euraziake. Gjithmonë për përmend Kosovën. Pse më rathua? Jo, kjo që së konë shpit barë kur, kjo që s'ka komuniku kur me Amerikanë, kjo që nga ka prish me Amerikën. S'pe kuptoj, si unë kuptu asnjëherë. Asnjëherë unë si unë kuptu. Si individ. Lene më kë. Na prishi. Po këta e merni përgjigjen në fund nga vetë Albin Kurti. Edhe se për çka keni lëvdu, jeni mënu me mbrojt vetë vetën, pe gabimeve, pe domeve që i keni bo. Shkojmë? Atlantike mbështet qartë marrëveshjen e normalizimit Kosovë-Serbi dhe kërkon zbatimin real të saj. Konfirmon se qëndrimi final është njohja reciproke.
njoja reciproke. Këto sene po bon me Albin Kurtin, jo me juve. Se ju këtë shpit bardh, ja da të lmonin. A harru, ta këni harru. Leqe ja dhat, po janë rrut edhe emnin. Ai LGBT, ai Grenelli. Veç ka buha i gare. Tha pa lom emnin Ujman Trump. Direkt dulla. Po, Ujman Trump, veç ja shkryti me në gjyrë, Ujman Trump. Trump i mone. Hajde të rathor, hajde. Pse Musara ka po Trump atë i mërë aty? Hajde. Kush i ka po to? A na, a Trumpi? Apo dikur tjetër? Jo, mi që doshe, jo. Këta janë zote e rebot, janë konsus, janë mo. Shkojmë? Refuzon çdo ide për ndarje, shkëmbim territoresh apo ndryshim kufinsh mbi baza etnike. Me juve nuk theke kështu. Për të kë. Me juve theke hate mere 4 këmisha, atje hartën, thiken edhe çokoladën, tortën, të dojnë. Se ju keni kërku. Me këta po dhe jo, po dhe për njohë qështu që shosht. Tani ku mos me dash pobli? Ku mos me dash pobli Albin Kurtin? Ja me dash, po më të ranu mas ti. Bab gjesh, 4 gjesh ka me konë. Keni me harru, keni me arru në pozit. Në pozit, në falë. Jo. Hade? Tutje? Forcon mbështetjen amerikane për demokracitë e Ballkanit Perëndimor dhe për procesin e antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është simbolike, është një garanci politike dhe strategjike se integriteti territorial, sovraniteti dhe orientimi pro-perëndimor i shtetit tonë mbeten të mbrojtura nga aleati ynë më i madh. Kosova duhet të lexojë me kujdes këtë ligj dhe t'i përmbahet detyrave të saj, sepse kjo qasje e forcon pozitën tonë ndërkombëtare dhe ofron më shumë antarësimin e Kosovës në NATO, synimin tonë madhor për siguri, stabilitet dhe një të ardhme euroatlantike. Kosova ka një shans historik të ecë përpara, e mbështetur në një partneritet të palëkundur me Shtetet e Bashkuara që kanë qenë dhe mbeten themeli i lirisë, pavarësisë dhe perspektivës tonë si shtet demokratik. Zoti i bekoft Shtetet e Bashkuara dhe popullin amerikan, zoti i bekoft shqiptarët, përfundon në mesazhin e tij Hadi Bayraktari. Ndërkohë e kanë përdor, e kanë keq përdor. Alo. Dëgjoni pse keni keq përdor ose keni përdor. Alat e mirë. Dëgjoni. Me perëndimin për me amballazhu ose hajnin ose tradhtin e tyre. Çfarë pyetini? Hajnin apo tradhtin? Prandaj ata u larguan nga pushteti dhe prandaj ata nuk do të kthehen më në pushtet. Absolut. Aleanca me perëndimin, partneriteti me perëndimin, miqësia me perëndimin, përdoret për ta forcuar ushtrin e kur për ta amballazhuar hajnin apo tradhtin. Si shpana ata që dikur ishin pushtet, e tash janë në pozit, e do të flokin në... Dëgjone që të më thonë të qenë shqiptar. Dëgjone, Kingun. Shqiptar është pjesë e imja që është më e madhe se unë. Dhe unë nuk kam se si e konsideraj këtë dhe më të thellë se cila do bindje që kam. E bindjet i kam bukur të thellë. Klunt, Albin Kurti, trujtin madhe zot. Opozit, a përshenin qarë me punun për adhejon, qarë me punun për lirinë e Kosovës, cep. E jo me do. Qakorish Lebi, Mitrovica, Kufini, Nur Tibrit. Sedimiq, kush ka në komen, le të na shkruan. Ofendime s'ka nevojë se i bëj blok, kështu që mos më mënoni kot. Unë ju përshëndes me këtë video, mirë pafshim në videon e radhës.